Armando Broja ka mbyllur aventurën e tij te skuadra e Evertonit, ku ishte dhënë në huazim nga radhët e Chelsea-t. Vendimi zyrtar për fundin e bashkëpunimit ka ardhur sot me klubin i cili ka njoftuar largimin e tij, ashtu si edhe të Jack Harrison, Jesper Lindstrom dhe Orel Mangala. Nëpërmjet një njoftimi përshtyp, klubi komunikoi se të gjithë këta lojtarë mbyllnin zyrtarisht huazimin e tyre dhe se ktheheshin në radhët e klubeve të cilat kishin në zotërim kartonin. Broja ju bashkua Evertonit në ditën e fundit të merkatos së verës së kaluar nga Chelsea dhe luajti 11 ndeshje, shkruhej në njoftimin e klubit për këtë aventurë të Brojës që për fat të keq u ndikua nga dëmtimet të vazhdueshme të sulmuesit të kombëtares shqiptare. Megjithatë, trajneri David Moyes falenderoi lojtarët e larguar për kontributin e tyre. Ne do të dëshironim të falenderonim lojtarët tanë që ishin në huazim, të cilët kontribuan në hapat pozitiv që bëm në fushë. Të gjitha ta përqafuan atë që do të thotë të luash për të klub dhe sjellja e tyre dhe përkushtimi gjatë periudhës të Evertoni ishte i klasit të parë. Ju urojmë Çekut, Jesperit, Orelit dhe Armandos më të mirat në karrierën e tyre, ishin fjalët e Moyes, duke i mbyllur kështu përfundimisht etapën e Brojës në këtë klub.